Lidhja Demokratike e Kosovës i ka mbyllë derën kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit për të zhvilluar negociata në lidhje me mundësinë që vetëvendosja dhe LDK-ja të krijojnë një koalicion së bashku për krijimin e qeverisë së re në vend pas zgjedhjeve parlamentare. Nënkryetaria e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili, ka thënë se ka hendek të madh dhe një mur të palëvizshëm mes tyre dhe lëvizjes vetëvendosje, raporton Kosova Press. Që qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës të dhëna para zgjedhjeve kanë qenë edhe ofertë publike e Lidhjes Demokratike të Kosovës për cilin do qytetar të Republikës së Kosovës i cili zgjedh të votojë për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe vlerësoj që në qoftë se një parti politike në Kosovë e ka shfaqur sheshit një hendek shumë të madh me lëvizjen vetëvendosje, hendek ky i cili u shndrua më pas në një mur të palëvizshëm pas zgjedhjeve, jo vetëm për shkak të diskursit të kryeministrit të vendit, por në përgjithësi për shkak të mënyrës se si ai ka qeverisur me Republikën e Kosovës në këto 4 vite. Rifleksoj që kur ne kemi potencuar që nuk hymë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, nuk kemi vendosur kushtëzime në raport me këtë qëndrim, sepse vetë ky qëndrim vetvete është parim i yni. Ndërkohë, nënkryetaria e lëvizjes së vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se ose do ta bëjë ky subjekt politik qeverinë e re, ose në të kundërtën vendi do të shkojë në zgjedhje. Ju e dini që qeverinë mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, dhe në anën tjetër nuk mendoj që mundet opozita ta bëjë qeverinë si e vetme. Prandaj duke qenë kështu, o e bëjmë qeverinë ne, o shkojmë zgjedhje. Dhe ne jemi të interesuar që ta bëjmë qeverinë, dhe unë jam e bindur që qeveria do të bëhet, por natyrisht që së pari ka një rënd të gjërave këtu, pra së pari konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës e pastaj janë afatet që përcaktohen me kushtetut për zgjedhjen e qeverisë së re. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili, tha se kandidati për kryeministër kësaj partie, Bedri Hamza, është i gatshëm të formojë qeverinë e ardhshme nëse partia e parë Lëvizja Vetëvendosje dështon ta bëjë një gjë të tillë. Në qoftë se nuk arrin, është obligim institucional i partisë dytë që të ketë një mundësi bashkëpunimi me parti tjera të formoj qeverinë. Unë kam bindjen që në qoftë se ka një paaftësi të partisë parë për me realizu qeverinë, unë kam një bindje që zotri Hamza është një person mjaft i aftë për me ndërtu një koalicion i cili e ka në fokus atë që ka premtu, zhvillimin ekonomik, përmirësimin e mirëqenies qytetare, dhe mendoj që është një person që pranohet nga një shumicë mjaftueshme në kuvend atëherë kur i vjen. Kryetari në detyrë i Parlamentit të Kosovës, Glauka Konjusa, ka takuar krejt e partive parlamentare që u shpallën fitues në 9 të shkurt. Deri tani, Kurti ka zhvilluar takime me partitë e vogla të pakicave jo serbe dhe ka siguruar të paktën 51 vota në parlament për të votuar qeverinë e re nga 61 të nevojshme sipas Kushtetutës së Kosovës. Ndërkohë, vetëvendosja nuk ka propozuar ende asnjë emër për kryetarin e ri të parlamentit, ndërsa ditë më parë Kurti u shpreh se vetëvendosja synon që në seancën e parë të 15 prillit të votojë kryeparlamentarin e ri dhe qeverinë e re.